Drejtuesi i politik i Partisë Demokratike në Shkodër, Luciano Boçi, së bashku me kandidatin për deputet Kliti Hoti dhe Tedi Kupliku, zhvilluan takim me mësues dhe pedagog në Shkodër. Akademikët e pranishëm theksuan rëndësinë e arsimit si bazë për zhvillimin e vendit dhe domosdoshmërinë që Shkodra të rimarrë rolin e saj si qendër arsimore dhe kulturore në veri të vendit. Vetëm një fitore më datën 11 maj të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore është ajo që mund ndryshojë arsimin në Shqipëri. Ne jemi një vend që kemi trambisur si fillim të shekullit të kaluar. Ne jemi një vend që gjysmën e popullsisë kemi jashtë, dhe natyrisht kur kemi jashtë ne kemi pjesën më vitale të shoqërisë, të rinj dhe forcën më të kvalifikuar punëtore të punës. Qoftë kjo të bën punë intelektuale apo punë tjetër. Duke ju bërë thirrje juve të gjithëve, ne jemi njerëz të arsimit bashkë, ndërgjegjës qytetare, sedës tuaj profesionale dhe ndjenjës abetare, të dalim mbi këndvështrimet politike. Luciano Boçi theksoi se është jetike për vendin ndalimi i largimit të rinjve dhe roli i pedagogëve është shumë i rëndësishëm për ta frenuar këtë fenomen. Sfida më e parë, më e shpejtë e jona është, pavarësisht fjalëve, dëshirave të mëdha, projekteve të mëdha që kemi, si do frenojmë ikjen e trive tanë. Sepse na ndodh që largohen. Unë kur vi këtu mes pedagogëve jam në habitatin tim, më vjen ta heq atë kostumin e politikës dhe të shkoj rahat në universitet në kuptimin e mirë të fjalës. Por kur shkoj në universitet dhe shoh 5 student në auditor, atëherë më kap të merri dhe mundohem të ikim me vrap dhe përpiqem që të bëj diçka aq sa mundem brenda PD-s me miqtë e mi që ne të rrisim dhe të nxisim atë nervin reagues pedagogëve, të mësuesve, specialistëve të arsimit, se ne jemi ata që shpërndajmë dijen, jemi mesazherët e dijes, por dhe të ndryshimeve të forta politike. Duhet ta bëjmë ne, se jemi ne ata të parët që na takon, është detyrë, cilën e kemi brenda genit të profesionit ton. Duke ndalur tek roli i Shkodrës si një qytet universitar, Kliti Hoti theksoi se investimi në arsim nuk është vetëm prioritet, por një domosdoshmëri për rilindjen e qytetit. Ai u shpreh se është koha që Shkodra të marrë sërish vendin që i takon në hartën universitare të vendit dhe të trajtohet me dinjitetin që meriton. Ne duhet për me tregu se një qytet për me funksionu ka 5 shtylla kryesore. Ne kena 6 në që është qyteti universitar. Edhe ne duhet me çu Universitetin e Shkodrës aty ku i takon. Përveç pedagogëve, pjesa tjetër vlen shumë e dëshiru. Pse duhet edhe fakultet mjekësie në Shkodër? Pse jo? Ne mundemi për me e bë. Kena kapacitetet, kena kapabilitetet, dhe kena edhe godinën. Një shtet që nuk vlerëson shëndetësinë dhe arsimin nuk ka prosperitet. A kena mundësi tanë bashkë, mu bë tanë bashkë, edhe këtyne djemve të ri, vajzave të reja, që të japim Shkodrës një mundësi të artë, kthejmë dinjitetin e Shkodrës edhe herë. Kandidati Tedi Kupliku, pjesë brengeni i Partisë Demokratike, theksoi se ndryshimi është emergjent për të ndaluar largimin e intelektualëve të rinj nga vendi. Partia Demokratike çka ka me bë? Përveç atyre që u thanin pra rritja e buxhetit, rritja e pagave të arsimit, është edhe rikonceptimi i arsimit, rikonceptimi i kurrikulave dhe orientimi i programeve arsimore, sepse u tha këtu më përpara që këtu ka programe studimit kur zvoglohen studentët, këtu ka administrat universitare kur zvoglohen popullsia, administrat shtetit më të madhe në botë në raport me zvoglimin e popullsisë, pra zvoglohet popullsia, digitalizohen shërbimet, por rritet administrata, pra është filozofi vjedhje dhe shkatrimit shtetit në tana format. Partia Demokratike në programin e saj ka prioritet pra orientimin e programeve shkollore me tregun e punës. Pra ne nuk mund të prodhojmë, pa marrë një shembull me që jam si pjesë kam kryer studimet edhe në histori marrëdhënie ndërkombëtare, nuk mund të prodhojmë, po themi ne 100 historian kur tregu kërkon 2 historian. Dhe në gjithë programin e Partisë Demokratike është orientimi i ekonomisë shqiptare drejt teknologjisë të informacionit, inteligjencë artificiale, shkencë dhanave, gjëra që kam u pa më një herë pra tek arsimi, që kam e prodhu kapital njerëzor dhe treg punët për këto 33 që dalin nga shkolla. Orientimi i arsimit drejt tregut punës dhe krijimi i mundësisë për me kryer shkolla këtu dhe me kriju kapital njerëzor është një jo vetëm që është një mundësi për me nal këtë hemoragjinë e popullsisë shqiptare drejt vendeve të huaja, sepse po të shikojmë një nga arsyet kryesore dhe një nga mekanizmat kryesorë që përdorin shqiptar për me ikë jashtë është arsimi. Takimi përfundoi me angazhimin se në mandatin e ardhshëm Partia Demokratike do të ndërmarrë nisma konkrete për të forcuar arsimin publik dhe për të rikthyer besimin e qytetarëve në institucionet arsimore.